Ashtu siç u paralajmërua nga kryeministri Edi Rama në asamblenë e 21 marsit, Partia Socialiste prezantoi draftin e ligjit për referendumet. Kryetari i grupit socialist Auland Balla deklaroi se dokumenti është gati për konsultim, ndërsa shprehu dhe vullnetin e shumicës për të biseduar me opozitën. Dua që të them sot gatishmërinë tonë plot, nëse duan edhe ligjin për referendumet, takohemi këtu në këtë sallë në momentin që do të kemi një konsult publike përpara se ta depozitojmë dhe jemi të gatshëm edhe t'i presim para se ta depozitojmë, por një gjë është e sigurt që s'ka për të ardhur kohë. Balla u ndal dhe tek propozimi i kryeministrit Edi Rama për uljen e numrit të deputetëve. Kjo sipas tij mund të jetë çështje që mund të vendoset dhe me referendum. Referendum për të pyetur shqiptarët, a jeni dakord për të ulur numrin e anëtarëve të kuvendit, ajo që ka thënë kryeministri Rama, unë mbështes plotësisht, është një ide për ta çuar për referendum. Shqyrtimi i procesit nga gjykata kushtetuese, sipas kreut të grupit socialist, duhet të mos zgjasë shumë. Të kihet parasysh që e gjitha kjo të mos marrë më shumë se 3 muaj. Sa i përket ndryshimeve në rregulloren e kuvendit, Balla sqaroi se ato kërkojnë konsensus më të gjerë politik. Por nuk dua të marr autorsinë për shkak se është një punë që më shumë ka ardhur nga shërbimet e kuvendit, të cilët në hierarkinë e tyre institucionale kanë kryetarin e kuvendit. Gjatë konferencës, Balla vuri në dukje se reforma territoriale dhe ajo zgjedhore nuk mund t'i nënshtrohen referendumit.